Habit eksperti, njihuni me ushqime që na zgjasin jetën. Disa ushqime nuk duhet të mungojnë në tryezat tona për të patur një jetë të shëndetshme dhe të gjatë. Sipas studimeve, dieta më e mirë duhet të përmbajë produkte të ndryshme si peshk, vezë, të cilat duhet të kryesojnë të gjitha kuzhinat. Sipas këshillave, mishi duhet konsumuar deri në 2 porcione në javë dhe konsumimi më i madh i kalorive duhet të kryhet në gjysmën e parë të ditës. Dietologët përmendin edhe fasulet e zeza dhe patatet të ëmbla, të cilat duhet që të jenë të stinës për vlera të mëdha ushqyese. Duke konsumuar ushqime të shëndetshme, ne duhet i kushtojmë vëmendje mëngjesit dhe gjithashtu ai ka një efekt mbrojtës për organizmin. Nga ana tjetër, në darkë ju duhet që të konsumoni dhe të zgjidhni ushqime sa më të lehta për të mos u rënduar përpara gjumit.